Evertoni është i gatshëm të paguajë 30 milion sterlina për të nënshkruar me sulmuesin e Glabahut Tim Kleindienst. Sipas asaj që raporton Code Offside, Evertoni do të ketë mungesa në sulm, kjo sepse Armando Broja do të rikthehet pas huazimit të Chelsea dhe nuk do të shpenzohet për kartonin e tij. Ndërkohë edhe Calvert Lewin del një lojtar i lirë dhe nuk ka rinovuar. Kështu David Moyes do të mbetet vetëm me beton si alternativë dhe sipas medias angleze objektivi është sulmuesi që luan në Bundesliga. Me një lëvizje të tillë zbehen shanset që Evertoni të shpenzojë në fund të sezonit për Brojen. Sulmuesi i kombëtares u huazua i dëmtuar në fillim sezoni dhe u rifut për herë të parë me skuadrën në fundin e nëntorit. Pasi luajti disa ndeshje, ai pësoi një tjetër dëmtim që e la jashtë për një muaj sërish, duke e penalizuar për të shfaqur potencialin e tij të vërtetë. Pas rikthimit ai dha disa sinjale me kombëtaren në Wembley dhe me Andorrën, ndërsa në vijim në Premier League nuk po arrin që të shkojë te goli. Kanë kaluar 6 ndeshje ku 2 prej tyre Broja luajti si titullar, 2 u aktivizua nga stoli kundër Chelsea-t, nuk e lejonte rregulloria që të futej në fushë, ndërsa në takimin e fundit qëndroi në stol. Një sezon për tu harruar nga Armando Broja, i cili duhet të gjejë ekipin e duhur, ndoshta edhe për të provuar veten në një kampionat tjetër jashtë Anglisë. Më herët emri i tij ka qarkulluar në Itali apo Bundesliga, ku Milani apo Dortmundi janë përmendur në mediat e njohura europiane. Broja po mbyll huazimin e 4 në karrierë dhe ndoshta ka ardhur momenti që të shitet përfundimisht nga Chelsea.